Përshëndetje që mos të nderuar, jemi nga sheshi këtu në Bratislav, edhe pak orë kanë mbetur deri në fillimin e ndeshjes më të rëndësishme në historinë e Kosovës. Luajmë kundër Slovakisë, kërkojmë fitore për finalen e botrorit. Pranë nesh, pranë me dhe Lavdës, janë dy kolegë tonë, Lori Gashi. Pak mësë Zuja Shanica, për në ndronë vjema. Lori Gashi. Faleminderit shumë. Dhe Lorekja Shanica. Ti të ashtë rëkite për Lorika. Ka dhe ndërhyre nga jashtë, po nuk lejon atë. Ader, Lorek, qysh peshe atmosferën këto e që shie t'u kalu për të zë? Roma kemi bashkë prej ditës djeshme, prej dje është vrejt shumë një mbështetje e madhe për kombëtarën tonë. Këtu e kemi pa ndoshta një atmosferë kryesisht ndryshe sidomos në orët e mbrëmjes, në për lokalet këtu në sheshet kryesore të Bratislavës. Andaj besoj që sonte do të jetë nata jonë dhe në fund gjithë bashkë do ta kurorëzojmë një fitore shumë të rëndësishme për kombëtarën tonë. Kalojmë të lavdimi. Lorek, që po duket atmosfera dhe qa pret për ndeshje sonte? Atmosfera si kudo që luan kombëtarja e Kosovës së jashtë, tashmë është bërë rutinë që t'i pushtojmë qytetet e Evropës. Kështu ndodhi edhe sot në Bratislav, pavarësisht që pas nesh nuk është akoma ai numri i zjarrt që pritet të jetë në shkallët e stadiumit, pasi është po mbizotron edhe një më të keq, por është edhe shumë herët nga ndeshja. Natyrisht që pres edhe besoj që sot është dhe duhet të jetë dita e kombëtarës së Kosovës. Jemi shumë afër, kemi pasur një mundësi të tillë për kampionatin evropian para disa viteve, nuk e kemi shfrytzuar. Sot e kemi për kampionatin botror, dim që asnjëherë shqiptarët s'kanë qenë në një kompeticion të tillë. Shpresoj që edhe Kosova po edhe kombëtarja e Shqipërisë sot të dalin triumfues. Një parashikim për ndeshjen. 0-2. Bëja parashikim. Lorek, një parashikim për ndeshje, rezultat sakt. Mi vesh me rezultat sakt, ndryshe s'ka. Momentoj që fitojna me 2 gola e përsi, edhe kanë realizu Aslani edhe Muriqi besoj. Besoj kështu. Pandej shumë, shpresoj me fitu.